Krimi i gurëve në veshka varet 100% nga lloji i ushqimit që ne ham dhe nga mënyra e gatimit të këtij ushqimit dhe nuk varet nga sasia e ujit ose nga dehidrimi që zakonisht thuhet. Në fakt nuk janë gurë, janë kristale kriprash që ngecin në filtrat e veshkës dhe të medulës ose glomeruleve brenda veshkës. Pirja e ujit ndihmon në largimin e një pjese të kriprave kur ato janë shumë të vogla, por ama nuk zgjidh problemin. Kur madhësia e tyre gurëve është më pak se 1 milimetër, ato mund dalin vetë rregullisht, ndonjëherë dikush e ndjen atë edhe kur urinon. Kur ndërmjet 1 milimetër dhe deri në 4 milimetra, zakonisht ato bëhen të ndjeshme, bëhen të dhimbshme dhe pacienti ndjen, dhimbjet janë të forta në fakt dhe duan ndoshta 2-3 javë që ato të arrin të dalin. Ndërsa kur kalojnë mbi 4 milimetra, keni parasysh 4 milimetra është diametri i ureterit, nga veshka deri në vezikën urinare, është një ureter, një si tip tubi, i cili është 4 milimetra në diametër. Pra kur gurët në veshka që prodhohen shkojnë më shumë se 4 milimetra, dhimbja duhet jashtëzakonisht shumë e madhe. Njerëzit ato që quhen kolikat renale të famshme duhen qetësues urgjent, janë kriza të forta, njerëzit nuk gjejnë rehat, kur thonë hidhen përpjet nga dhimbjet, duhen gjilpëra të bëhen në këtë raste dhe ndoshta duhen 3 javë, nëse ato ja dalin do të dalin vetëm, me fjalë duan mbi 3 javë. Përshëndetje miq, unë jam Vali, do flasim sot në mënyrën si krijohet, pse krijohet dhe si të parandalohet krijimi i gurëve në veshka. 1 në 10 persona do ketë gurë në veshka, të diagnostikuara ose jo, i di ose nuk i di. Zakonisht ndodhin në moshën e re, 20 vjeçe, dhe nëse ndodh një herë, mundësia e përsëritjes është shumë e madhe, është pothuajse 50%. Ndodh më shpesh ke meshkujt gurët për shkak se meshkujt konsumojnë alkohol edhe bira, edhe kjo është alkooli dhe bira shkaktojnë më tepër krijimin e gurëve. Sot në ditët e sotme ne kemi më shumë se 50% të rasteve, pothuajse gjysmën e më shumë rasteve se sa 30-40 vite më parave, dihet pse është për shkak të ushqimit që ne kemi ndryshuar. Kur guri kalon në ureter ose ndërmjet veshkës edhe vezikës urinare, fillon të ndihet dhimbja. Ureteri është ajo pjesë, ai tub siç u thash që lidh vezikën e urinës me veshkën, ndërsa ureteri është tjetër gjë dhe uretra është që lidh vezikën me pjesën e jashtme kur ne urinojmë jashtë. Zakonisht kanë simptoma shumë të rënda, siç u thash, me dhimbje të forta, kanë stomak, përzierje në stomak, të vjella, temperaturë, frison, dridhje të shpeshta, mund të kenë gjak në urinë, dallojnë menjëherë. Në disa raste ata mund mjekojnë me antibiotik në varësi të llojit, çfarë lloj kristalesh janë ose kriprash janë. Kirurgjia, kur janë gure të mëdhenj dhe nuk ja dile dot, zakonisht me tub nëpërmjet nga jashtë, jo hapje komplet me fjalë. Edhe mund bëhet ajo që quhet litotripsi ose shpërbërje ose ndarje ose copëzim i gurit nga jashtë me anë të valveve. Duhet bërë me anestezi të përgjithshme sepse dhimbjet janë shumë të mëdha. Mund të kemi së fundmi bëhen me kateter, futet në rrugët urinare, futet nga jashtë në rrugët urinare dhe me anë të një kateteri shkon atje dhe mund të përdoret ose lazeri ose mund të përdoret valët që të shpërbëjnë ose ta zvoglojnë të gurë të mundshëm që të dali, të zvoglojnë si madhësi, si diametër që arrin të dali. Mund të përdoren mjekime për të parandaluar ripërsëritjen, ato që quhet AHA ose acidi acetohidroksamik. Kur diagnoza sigurisht është e provuar. Pse krijohen gurët? Si të thash, për gjithçka që do flasim, në gjithçka, në mjekësi, duhet të pyesim pse. Pyet mjekun pse, Google-in pse, pa marrë gjithmonë kur shkon ke mjeku thotë keni këtë problem, do pyesh pse u shkaktua. Në mënyrë që ti të parandalosh ose të dish si do marrësh masa bashkë me mjekun. Mjeku ka kohën e tij të kufizuar. Ju jeni përgjegjës për shëndetin tuaj, nuk është mjeku. Mjeku thjesht ka atë pjesën, është i punësuar për të bërë atë pjesë. Ju jeni përgjegjës. Përgjegjësia është që të dini çfarë do bëni me ose si shkaktohen një pjesë e madhe e këtyre sëmundjeve. Thuhet sepse zakonisht ka informacion të gabuar. Thuhet se po të marrësh dietë me krip, do hash shumë kripra, po të hash mish me fjalë
do krijosh gur në veshka. Analizat kanë treguar totalisht të kundërtën. Po merret guri që del jashtë dhe bëhet analiza e tyre. Dhe ç'a përbërje ka guri, ç'a është ky gur? Në rastet po marrim rastet më të ralla, në 1% të rasteve është ajo që quhet gur cistein. Ke fëmijët zakonisht është një aminoacid i cili nuk arrin dot të ripërthitet nga veshka dhe ke fëmijët është për shkak të një defekti zakonisht të gjenetik. Më rall është tjetër është janë këto guret struvide që quhen zakonisht ke femrat në rrugët e poshtme për shkak të mikrobeve. Ato mund të ndryshojnë pH-in nga acid që ka urina ta kthejnë në alkalin. Dhe po bashku acidi me alkalinën do krijojnë kripra si gjithmonë. Edhe ato do mjekojnë zakonisht me antibiotik. Por pjesa më të madhe, kush është pjesa më e madhe, 88% e rasteve janë ato që quhen oksalat kalciumi. 10%, 15% janë oksalat magneziumi, oksalat hekuri, oksalat fosfori ndoshta, dhe rreth 7 deri në 10% janë acid urik. Siç e thash, këto ku ndodhen oksalatet, çfarë janë oksalatet në fakt? Oksalatet janë pjesë të bimëve, ose janë armët që bimët përdorin kundër bakterive, kundër mikroorganizmave, kundër njerëzve, kundër kafshëve, kundër gjithçkaje që do t'i hajë. Ato nuk ka si mbrojnë, nuk vrapojnë dot, nuk kanë ku ikin. Dhe ato përdorin kimikatet në një farë mënyre, përdorin edhe këto oksalatet. Oksalatet, po siç i shikoni këtu në kam zgjedhur disa foto me fjalë si duken. Ato duken si gjilpëra. Janë tamam si heshta ose si gjilpëra, si shpata të vogla mikroskopike sigurisht, të cilat japin një shije të keqe ose japin një bezdi në fjalë dikujt që i ha ato. Veshkat tona mund të arrin të përballojnë ose të tresin ose të riciklojnë ose të nxjerrin jashtë, pothuajse një sasi shumë të vogël, 0,2 gram në ditë. Po kushdo që ha shumë perime dhe zarzavate janë edhe kur kjo sasi është shumë e madhe, me fjalë veshka nuk e metabolizon dot. Oksalatet vetë si oksalate nuk mund të kalojnë në veshkën edhe të dalin jashtë. Po problemi është që oksalatet kanë një prirje ose kanë një afinitet të madh për mineralet, për kalciumin, për magneziumin, për hekurin. Pra në organizëm kur ne marrim bim në hambarishte, me shumë gjethe, spinaqra, lëpjeta ose lakra ose të tjera, kur i marrim ato kanë edhe pjesën minerale të tyre, po kanë edhe oksalatet të veç. Kur ne i marrim dhe i tresim në zorët tona, ato kanë një afinitet dhe oksalati do të lidhet gjithmonë me mineralet. Kështu që edhe atë mineral që ti ke merr nga bimët, ti thjesht e lidh me oksalatin që po prap merr nga bimët, armën e tyre mbrojtëse. Dhe kur oksalati lidhet me kalciumin ose me natrum ose me magneziumin ose me hekurin, atëherë krijon këto kriprat në zor. Dhe në zor ato bëhen të mëdha, zakonisht nuk arrin dot të kalojnë zorën dhe nuk kalojnë dot në gjak. Por mund të gërvishin zorën, mund të japi probleme të përshkrueshmërisë së zorës, se gërvishin mukozën dhe do dalin jashtë me jashtëqitje. Oksalatet që nuk lidhen me kalciumin në zor arrin të futen në qarkullimin e gjakut. Po duke futur qarkullimin e gjakut, në gjak ne kemi kalcium, magnezium, hekur. Dhe çfarë do ndodhi, dhe oksalatet do tentojnë të lidhen tërkohës me këto kalcium, duke na dhënë mungesë kalciumi në gjak, mungesë magneziumi, mungesë hekuri. Keni parasysh hekuri duhet për oksigjenin për të qarkulluar. Sa më pak hekur, aq më pak më shumë anemik do bëhemi. Magneziumi është në shumë procese të tjera në brenda një qelisë, edhe në përgjithësi, ngërçet, gjumi, dhe sidomos kalciumi është kryesori për punën e zemrës. Qofse niveli i kalciumit bie zemra vuan me fjalë, edhe muskujt në përgjithësi duan kalcium që është ajo pompa e kalciumit që thuhet që krijon tkurrjen. Duke oksalatet duke marrë sa më shumë kalcium e lën trupin ose gjakun ton të varfëruar. Dhe jo vetëm kaq, por duke u lidhur bashkë me kalciumin në gjak, ato kalojnë në veshk dhe në veshk atje ngecin siç u thash në filtrat e veshkës. Tjetër gjë do kush shkakton janë vitamina C. Nëse ju merrni vitamin C nga jashtë si tablet, pothuajse 1/3 e saj metabolizohet në acid, në oksalate. Frutat, të famshmet fruta, që gjithmonë do vazhdoj kjo luftë me to, është se metabolizimi ose pjesa përfundimtare e metabolizimit të frutave, fruktozës, është acidi urik. Dhe si ju thash, pothuajse 10% e gurëve në veshka janë nga acidi urik.
Edhe si që thash, bira, alkoholi, një pjesë, bira shumë më tepër, sepse bira ka përveç pjesës që nxit fruktozën, pjesën alkoolike që nxit fruktozën, prodhimi i fruktozës në trup, ka dhe majan. Dhe majaja është e përbërë shumë me purina, dhe purinat kur metabolizohen shndrojnë acid urik në veshk, do ngelen dhe do krijojnë këto gurët. Lajme të mira lidhur me këto gurët në veshka ose me ushqimin që na ham. Ne kemi në zor kemi disa bakterje, Lactobacillus, Bifidobacterium, Oxylobacter, Formigenes. Kur këto arrin të tresin ose të shpërbëjnë oksalatet në zor, një pjesë të madhe të tyre, kur ato janë në sasi të mjaftueshme. Por kur ne marrim antibiotik, mos harro diçka që antibiotiku shkatron, si quhet antibiotik kundër biomës. Bioma janë bakteret që jetojnë në zor, antibiotikët janë kundër kësaj biome. Kanë atë efektin e mirë që na ndihmojnë, po që bëjnë goxha dëm në mikrobiomën e zorëve. Dhe kur ulet kjo me fjalë, më shumë oksalate janë të vlefshme për të kaluar në gjak. Duhet të marrim sa më shumë probiotik. Kur flas probiotik, flas për në mënyra natyrale. Ne në Shqipëri përdorim kosin, atë kemi keni parasysh me kosin. Mos e bleni kosin në dyqan ose ato që janë të përgatitura në fabrikë, sepse ato bëhen për 2 orë, për 3 orë, për 4 orë maksimumi dhe ata prodhojnë këtë. Nuk kanë kohë të mjaftueshme në atë 4 orë që të prodhohet mikrobioma, të shumohet. Mikrobioma shumohet në mënyrë gjeometrike çdo 2 deri në 4 orë. Ndërkohë që në fabrikë kosat prodhohen brenda 3-4 orësh. Duhet që kosi të zihet në shtëpi 24 orë, të paktën 24 orë, që të jetë bërë plot cikli dhe të jetë formuar të gjitha bakteret që na duhen neve, të dobishmet. Tjetra, nëse ju konsumoni shumë vegetariane, dietë vegetariane, duhet të merrni kalcium suplement, siç u thash, në mënyrë që duke ngrënë shumë barishte, ju keni shumë oksalate në zor, të cilat mund të kalojnë në gjak dhe atje do marrin kalciumin e gjakut, hekurin dhe magnezin e gjakut. Ju duhet merrni kalcium nga jashtë, në mënyrë që kalciumi që merrni bashkë me perimet ose me barishtet në zor, me fjalë të lidhet që aty si të bëhet oksalat kalciumi dhe të mos ai do të kalojë në zor, po të dalë jashtë. Thjesht do harxhoni lekët, do blini kalciumi, do bleni dhe barishte, sepse nuk do merrni ndonjë vlerë, po që jeni mësuar të hani në atë mënyrë, unë nuk a rekomandoj. Sa më pak fruta, sidomos për ata që hanë shumë fruta ose që pinë shumë fruta, më keq akoma, sepse do në frutat, si thash, metabolizimi i frutave shkakton acidin urik. Dhe sidomos kur janë dhe sidomos këto agrumet që kanë edhe vitamin C. Vitamina C metabolizohet në oksalate, vetë fruta metabolizohet në acid urik, ju keni krijuar një kushte shumë të përshtatshme për të pasur gurë në veshka. Gjëja më e mirë është që këto barishtet që hajnë spinaqrat, lëpjetat, lakrat e agra, egra, është mirë që të zjejnë, por aman ujin të derdhet, të zjejnë, derdhe ujin, dhe pastaj me qa shoqërohet me djathë ose me diçka të tjetër si sallat. Por aman duhet derdhet uji, sepse në këtë mënyrë ju hiqni një pjesë të madhe të oksalatet. Pra nuk dëmtojnë 100%, do dëmtojnë 10%, në 15%. Prap dëm është. Keni kujdes kur bëni supë, se kur I bëni supë ju nuk e deri dot ujin. Kështu që gjeni një zgjidhje për ato me fjalë, mos I përdorni barishtet, sidomos barishtet mos I përdorni në supë, mund të përdorni ndoshta çik patate, ndoshta çik kokë lakër ose gjëra të këtilla. Nëse siç u thash, ju e dini se krijoni shpesh her pas here gur ose e dini ose e ndjeni, merrni siç u thash kostra më tepër, kefir, ka filluar të futet e kefiri tani, dhe ushqime të tjera të fermentuara, që janë turshit. Ne kemi një fat të madh se kemi një traditë shumë të mirë të prodhimit të turshive, janë të mrekullueshme, ndihmojnë jashtëzakonisht shumë për gurët në veshka. Thuhet, siç u thash në fillim fare, që gripa mund të shkaktojë gurë në veshka. Absolutisht jo. Gripa do është në sasi dhe në masën e duhur, sipas shijes, sigurisht. Gurët struvite, siç u thash, në pjesën e poshtme të rrugëve urinare formohen për shkak të infeksioneve, sepse kemi, sidomos kur kemi glukozë dhe fruktozë të lartë, me fjalë. Mikrobet ushqejnë jashtëzakonisht shumë me glukozë dhe me fruktozë, dhe në këtë mënyrë ato do shumohen jashtëzakonisht shumë, duke ndryshuar
si thotë pH-in nga acide në alkaline, nga acid në bazë dhe do krijojnë këto gurët. Pra, duhet mos dieta kur e dini që ju ndodhin këto gjëra, në fakt personat që kanë gurë struvide që quhet, sidomos femrat, duhet të ulin më njëherë ose të heqin sa më shumë karbohidratet në mënyrë që të mos kenë shumë glukozë të dalë në urinë që të ushqejnë këto mikrobe. Rradhe për mall alkoolin, ndoshta vera është diçka më e mirë se sa bira dhe rakia, sepse ajo nuk krijon shumë acid urik. Edhe nëse urina është shumë e verdhë, sipas ngjyrës së urinës, atëherë pini më shumë ujë. Sa për kuriozitet, ngjyra e urinës është e verdhë për shkak sepse roazat e vjetra të kuqe të gjakut, të cilat ngordhin me fjalë, është pigmenti i tyre, urokromi, dhe kjo i jep ngjyrën e urinës. Kjo ishte tema për sot. Do flasim në videon e ardhshme ndoshta për gurët në tëmta. Ju uroj të keni një ditë të mbar, like dhe subscribe nëse ju pëlqenin këto, dhe mirupafshim videon e ardhshme.